I shtrirë në shtratin e tij duke shpresuar që një ditë do të mund të lozë dhe të shkojë në shkollë si fëmijët e tjerë, Diara Agushi, 9 vjeçar, po vua nga sëmundja e zemrës, shërimi së cilës i kushton rreth 50.000 euro. E kushtet e vështira në të cilat jeton familja Agushi nga Prishtina kanë bërë që ai të sëmurret në mushkëri nga të ftohtit, gjë që ka shkaktuar vështirësi edhe në frymarrje. Nëna Shenaj Agushi e vetme me 2 fëmijë rrëfen për gjendjen e djalit të sëmur. Po, unë jam nana e Diorit, Diara Agushit. Djali unë prej zemrës, prej mushknive. Nuk e kum ditë që e kum pas djalin smut prej zemrës deri para 1 vjete, sepse mjekët tonë gjithmonë thoshin bronhetis. Edhe aty u zbulu djalit që nuk e ka fletë zemrës edhe që i hetohet një vërim. E zonja e shtëpisë tregon se një kontroll për trajtimin e sëmundjes së Diorit i kushton nga 150 deri në 200 euro. Çdo 2-3 orë duna me dalë me këqyr, me arbojnë halimin, për nxinët pryma. Kushtet nuk i ka me infuzione. Këto sane janë krejt të djali. Si 3 mujtet të djali. Qatë bëj krejt kushtoj. Edhe i operum. Do me thonë, nëse shkon të shtetit, thot, nuk e kam një aparat për këtë analizë. Nuk e kam këta për këtë analizë. Unë e krejt, do me thonë, janë këto me faktura me krejt që une ja bëj djali. Sot kushton një kontroll e djalit. Një kontroll shkon për 150 për pjetë, më varë çfarë kontrolle i lypin ata. Shenaj ka një lutje për të gjithë ata që ka mundësi të ndihmojnë. Unë ju kisha lutë gjithve, diasporës, popullit tonë, si një nane vetme, kush ma din dhimë të ndetëm delë në dhimë. Diara Agushi ka nevojë për ndihmën tuaj. Për të kuptuar mbi gjendjen e tij shëndetësore dhe kushtet në të cilat jeton, mund ta vizitoni familjen Agushi në lagjen Bajram Kelmendi, prapa teatrit kombëtar, ose të kontaktoni nënën e tij, Shenaj Agushi. Shenaja Agushi mund të kontaktohet në numrin e telefonit 044 846 155 dhe mund të ndihmoni edhe duke dërguar para në llogarinë e bankës në TEB 201100012235 9138.